Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës në podcast. Këtë epizod, mysafire të radhës e kemi zonjën Zona Zhirka dhe dy mysafir të vegjël shumë të bukur, i cili është Muffin dhe për momentin po më duket se po don me flajt dhe Panda, nëse është lazy. Atëherë dytë janë djelmosha, apo? Po. Zona, faleminderit që gjete kohë me marrë pjesë në emisionin tonë. Faleminderit që më këtove Yllk. Jam konë shumë e gëzune, mas parë që të pash. Edhe mandej që më tha që mundemi me u taku, për me përpandën edhe Mafinin, edhe me full rreth tëne, rreth racës tëne, rreth qenve, macave. Atëherë kjo emision nuk ish pas ka shumë knajsi edhe bukuri si kur ti mos ti kishe pru këta dy mysafir me nive në studia. Është emisioni i këtëne, nuk o emisioni jam. Mami veç fol. Në fakt po ti je vetëm një prezantuese e tëne. Unë vetëm jam prezantuesja e dy bebave të mia. Atëherë Zona, atë fillojmë kështu të sa i përket racës të Muffin edhe Pandës, racës pag, sa është e lehtë të e ditë se ka vështirësi si racë, sa është e lehtë mirëmbajtja e tyne dhe sa ka njohuri veterinaria tek ne apo në rajon. A mundesh fillimisht me na tregu edhe publiku me ditë se po, cilat janë për ata dhe po ata që e fmart. Edhe sa është racë që më duket në Kosovë është pak më e rrallë, nuk kam pa shumë. Panda edhe Muffin janë 3 vjet, këta janë qent e dytë me njëtës racë. Ma herët e kom pas Duqin, i cili ka ndru jetë në 2022, dhe ka qenë një pjesë shumë e vështirë për mu. Po mame mendja. Tepër. Gjatë kohës, dhe më thonë jam të folë për periudhën kur e kemi marrë Duqin apo kur e kemi adaptu. Kosovë ka pas veterinar, mirë po nuk ka pas klinika që shko sot. I vetmi tretman që ka mujtë mu shëru një farë mënyrë ose mu kryte veterinari ka qenë sterilizimi apo kastrimi ose dishka shumë e thjeshtë, për ndryshe X-ray apo dishka tjetër s'ki mujtë me bo. Edhe këta si racë janë shumë racë ndjeshme. Nuk kanë, mundesh me ju shy me sene që nashta na i hajmë fruta edhe parime ose ne i mesh dishka, po prap edhe na pjesë duhet me qenë shumë i kujdesshëm. Për shembull, te shumica e qenve ta zojmë rushin, nuk guxojnë mi hongër. Është shumë toksik. Avokado, nju, qepën. Te këta, domethënë nëse piramida e ushqimit të tjerë është e madhe ose ka shumë lloj shmëni të ushqimeve, te këta është shumë e vogël. Edhe është shumë problem se këta janë shumë pronë obezitetit. Një farë mënyrë këta, që me thonë, ati siguresën nuk kanë siguresë. Këta janë gjendje me hongër tanë ditën. Edhe kur e kom pas Duqin e kena marrë, për mu konë diçka shumë e re. Dhe me thonë, kjo njëjtë si kur të bosh shprint për herë të parë. Plus asaj, në atë vakt, kena pas informim, ka qenë interneti e krejt, po rrjetet sociale konë më të pa zhvillune, edhe jo mundu me marrë informata për njerëzve prej se këtu s'kom mujtë, ose kom qute veterinari, ka qenë doktor apo veterinari Dardan, a i ka pas një rinj ndaj pag, e kur e kam marrë, më kanë thonë që, kur na kanë dhonë, kur kom adaptu, më kanë thonë që është një vjetë, si racë e vogël. Edhe unë e mundu me shku me ushqim për popis një farë mënyrë, po. Isha konë një farë mënyrë pakës të i boj keq, se ajo me kalorimat madhe, edhe më tha, jo, tha në bazë dhomve, kjo nuk është një vjetë, ka ma shumë. Mande janë ndrum dietën, dhe ju mundu me aktivitet fizik mi majtë këtë kohën, po prap Duqi të i krasu këta dy, ka qenë pak ma mbi pesh, po, se edhe e ko marrë dhe ka shku, me ona ka qenë dikun 4 vjetë 5 në atë vakt, unë e komendu që është një gjys. Edhe këta të shku të në mosh madhore, edhe nuk janë ma qedë, më thonë, aktivitetin e fizike kanë pak ma problem, se po ashtu e kanë, që i thojnë flat faces, nuk e dorojnë as të nxehtin, as të ftoftin. E si racë është shumë racë, do më thonë, nëse dikush don me adoptu, duhet me pas shumë dërim. Nëse e merr e bën se cili kafsh që i kinë shpesh, se kafsh më duket shumë term ironi, ka nisë me më duk. A ditë se nuk i ndroj prej fëmijëve, s'e dish me thonë qenje, po shpirt më thonë. Kur ti e kinë shpesh, më thonë dush mi trajtu njëjtë. Po. Nëse veç don me Për shembull, këta e kanë në fillim shumë shkurt. Edhe kur të hajnë, ti nëse nuk ja pastroj jo këta, po secili si maca si çan, higjienën duan mi pas njëjtë si na.
Normal. Këtu në dhomë që pastrojnë mëngjesën në darkë. Nuk është veç dhomë. Tash te këta vesht është shumë lehtë me marrë infeksion. Tash është nashta ka mirë është mi parandalu, jo mi trajtu. Se mandeja shkon është e hekti njerë infeksionin prap kom ju kthy. Është problem Ka raste po, shumë ta. edhe këta tepër ka. Këtë kohën, për shembull une kur e kom marrë qenin tam, duçin kur e kom marrë ka pas infeksion, por unë nuk e kom ditë. E nisha herë thashë si pas ka vesht e pastruan. Derisa shkum te veterinare dhe zgjatja 6 muaj ditë, domethënë më ja hek. Trajtime. E këtë në tash prej një farë mënyrë ju me mësu edhe qysh me rrit kafsh. Njëjtë po them si fëmijën e parë kur e ki, që nuk din mundohesh me intuit tone me vazhdu, ose normali vetë të tjerë, lexon, e tjerë edhe me këta. Është rreth pakës ma problematike, i qëtojnë probleme më të mëdha, që mund me shfaq infeksionet, mujnë dhomë të mram shumë lehtë me fillu me ndërtu karjes. Edhe te këta është shumë problem, se kom ndëgjua dhe kom shumë shoqni e shok, që i qojmë ju a pastru qeni dhomët. Te këta anestezioni është shumë problem, se ka shumë raste që dhe nuk ju në zgju për anestezionit. Që dhe më mundona në maksimum mi najt hazër, apo mi pastru, apo rutinën ditore, mos mi ahuq asnjë ditë, se nuk du me ndodh diçka. Edhe kur fillon mandeja ajo, kur ta bën vendin që thonë, ajo është problem, nuk shërohen. E kushdo se të lezetshëm janë shumë. Shumë. Janë shumë të mvarën prej pronarit apo prej njerëzve të rrethit familjes. Domethënë me këta unë bëj me hongër, me këta shkoj në toalet, me këta bëj tush. Flejme të dytë, nuk ka 5 vjet, 6 vjet, 7 që nona me burrin tam nuk flejm bashkë. Domethënë se këta vinë, ama këta janë shumë po. Prezent temin edhe unë e marr ndroj vend se nuk duhet ati mja prish orarin e zgjumit, po njëjtën kohë as këtë nuk du mi prish. Që të thojmë shqip të erzin, kam qef me qenë me ta këtë kohën. Domethënë mos mi prish për kur gjohë. A janë xheloz fëmijët ose këta ndaj fëmijëve të juaj? Këta janë. Panda me mafinin janë xheloz ndaj fëmijëve të mi. Po sa që është me mu, më thonë se mu më shojnë si alfa, më thonë personi kryesor. Momentin që vjen djeli për qafa që të krytën prehen, si do mos i vogli, ka më shku mi për mi kry, ka mi ull edhe mu ka mi anisë me pu dhe me unë jam i joti. Le këta? Po, tjertë i janë dytësor. Unë jam i parë ti ma ndej me këta ti po primari, vazhdo me cilin do. Po, kështët, si për mu, si për familjen teme, prezenca e pandës e mafinit, apo prezenca duqi që ka qenë pet i unë i parë, ka qenë, nuk e di, a ekziston e sa ma mirë, apo ma të lumëtën që na ka bo jetë. E kemi edhe një macë, i ka 5 vjetë. Po, nuk këta ju në adaptu edhe me macën. Faktikisht macën në adaptu me këta, shkaku që kanë qenë bashkë me duqin e njëjtën kohë. Se zakonisht ka shumë të lashe. Po, ka qenë ma herët, edhe këta kur i kina marrë bebe. Kështu që jënë adaptu, se për ndryshe macë që kanë Tom and Jerry. Bashkë që është. Po, duhen, përlohen, ama jo, e kanë një marrëdhënie shumë të mirë. Zona, me të pyet, a janë çdo herë që është të qetë? Jo, që të thotë kjo knash. Po knaq ka të flet. Të qëtëson, puna gërhamës, ndodh shpesh, kur flas me burrin ta me edhin, thot, ti, kur gërhas une, më shon me bryll, po gërhama këtë është një treshme, kjo gërhama unë në gjë me jatim qonë. Dë më dhënë e nga njësë edhe, aj mu bo gjelos, se gërhama e dëveshlive nuk më pengon e ati po. Është viral edhe në internet, qysh është edhe për shembull ngrënia e ushqimit, qysh të pengon të njerëzit, po kur është një qenë të hangër, do këtë shumë e lezetshme. Shumë, jo, anë këta. Atëherë, a mundesh më na tregu, zona sa i përket si keni vendos, a keni qenë gjithmonë dashamir, se po mendoj, a keni qenë gjithmonë fanse mbajtjes të qenve apo maceve në ambientet shtëpis, apo keni ndihmuar edhe në ushqyrjen e qenve të pastre, se e di që jeni aktive ndihmani, e kom vrej që ndihmani edhe në ushqyrjen edhe trajtimin e mirë tyre. Si person, kafshti kom dasht të në herët. Mirë po, mi marrë në shpe,
der kur i nrrit fëmijët nuk e kom mendu se unë jam frigu prej qenve, prej macave, bile edhe prej shpesve. Më kjo ka ardhë ose, që me thonë, është ndërtu prej feminisë, unë prap shpesh e flas edhe me prej tjerë, nuk më pengojnë se shumica e personave që s'dojnë me marrë kafshë në shtëpi janë gratë. Po. Jo kimet, jo ma zhlu, jo ma bonit, ato tonë, se tash, edhe fëmijë kur të rrit, tash ti fëmijë, unë e ki fëmijë është për shpion, s'po thëmë jetu me një ambient të ndotun, po jo tash edhe mi izolu fëmijën pse ka u që u zhlyja diçka. Unë u zhlysh, që zotit ekzistojnë mundësit e fshin, edhe okej. Problemi ka qenë që une i një farë mënyrë më konë shumë fobike ndaj kafshëve. Jo pse une kom dashur, se une kom tentu mi prek momentin që ju kom afru kafshë, s'është marrë si qanë macë, nashta edhe një zog i pulës, mu kanë mbyll vesht. Në moment, as nuk kom pa, as nuk kom një kërgjo. Ka ndodhë 10-15 minuta derisa kom marrë veten. Edhe tëna herë të më ka pengu, edhe tëna herë të kom thonë, ka më shku mu trajtu për që të pas, du me pas një qanë ose një macë. Fakte ke dash, e kom dash që të mrena në thelbë, në shpirt, në bërtham, i kom dash tëna herë. Ama nuk kom mujt, kom tentu, domethënë kom luftu kundra ndjenjes teme, po këte kom thonë kur 1 milion trajtime tjera kalojnë, duhet me kalu dhe kjo, pa tjetër. Edhe kom vazhdu kur ja ka nis fëmijët mu rrit, ja ka nis mi kërku, mi pas qeni, mi pas macën, po e kom pas një problem që të isha unë e pi marë, po shka nëse unë nuk kam e mujt mi te i kalu, a është gjyna unë mi këthy. Po. Më thonë, që ajo konë problemi ma jemi, po si ajo është nuk ka san ma të keq, është njëjtë si ti tash më shku mi birësu një fëmi, jo valla fëmija i pas ka genet e këshia, për shkoj pi kthej një timor, njëjtë i san është, më thonë ti lunë, këta pëse s'flasin djenat i kanë, mos them nashta edhe 100 herë, 1000 herë ma të më dhaja se na. Fix. Apo më kupton që ka panda ma fini kam bu 3 vjetë, plus du që i ka jetu gati 9, më thonë na që 13 vjetë, nuk kena uththu kërka me aeroplan, këtë kohën ju kushtojmë, do më thonë i marri me veti, se nuk kemi pas ku milon. Unë nuk muj milon këta që flejnë me mu, më shku milon, u qel një hotel, po ka dale, aj hotel, aj ka kushtet. Tash, unë prej dhomës fjetjes, për shpirtit tam, më shku mi që me një hotel, që ka qenë që ndodhin, ashta as nuk janë vaksinun, bin 1 milion smundje, por një uthim të amin 3 ditor, një javë 10 dit, një marru në jetën qafë këti, jo, s'kjo se ndodh kur. Më thonë, e kom vendos se kur unë i du këta njëtë edhe nuk mund është e mi nda pikur shkafit. Tash, nëse e ka e merë për veti, për bosh egoiste, edhe tash ti për të konvenon ty me bo gjithka hajtse, pilo, ose hajt pi thras dikon, ose jo s'pi ajep këta, ose jo s'pi pastroj. Ma mirë se merë vjeqë. Se ky nuk fol, fëmi si dham dikun. Thot, o ham dham dhomi, ja nise kanë, s'ki qarpa e qute mjeku. Ky nuk fol, apo kjo, apo maca, kush do. On dush bajagi mi bind veten nëse vendos me bo në adaptim. Se s'kisha pas shef, me thonë se në ditë sot ka shumë qene maca që gjynoj zotit, po prap jam e gzune jam bo disa shelter, mi adaptu jo me ble. Faleminderit që potencove këtë pjesë, Po, është shumë gjyna. Mas parë me ble, e keqë se ti, kur ta blen, ti kimi shti mu qivdzu. Dhe më thonë, i ka bën një farë mënyrë materializm këtë punë. A këni me miliona qenë vdesin, ose... Rrëth 50.000 figuron numre i qenëve të pastri. E aq ma shumë përritet çdo ditë kur komunat nuk marrin nismë për trajtim kastrim, po më kastrim sterilizim tyne, që çdo cep ki klysha në prag të vdekjes, klysha të ngordhën, klysha të ngrimë, të shkelën. Domethënë nuk e marrin kjo është një pjesë shumë e neglizhuar prej komunave të shtetit tonë. Nuk marrin nismë të kastrimit, sterilizimit. Janë tu shumë në numër enorm. Nuk është faji tyne, është proces natyror, faji bie fix mbi institucionet përgjithëse, përkatëse. Po që ne kena për shembull, e kemi një qen, janë 2-3 qenë që vinë flej në bortena. E kemi njënin që tentoj që sa mi shti dhe mrena, po është i mësun jashtë. Edhe ka qipin e mbesh, me temën e domethënë që e kanë sterilizu, kanë kastru para 3 dite pat periodin. Unë pas gjak nuk e disha çfarë ka ndodhur, s'ma merr kemendën që është mundet. Po, tash nuk më jam i kuptu pse e kam në qipin nëse nuk është sterilizuar.
Nuk është rasti i parë se ka bashkë. Se me pas ditë unë më falë se të ndërprejva ju, me pas ditë unë isha kujdes ndryshe, unë e thash e ka hongër dikosh, ka ndodhur ndonjë aksident, kishin me periudhë. Është nashta i ka 10 vjet dikun, po më thonë kur ka ndodhur një herë me ik me ngjez, nashta u ik edhe puna e që sunni komfort, a diçka mi pas ditja kisha ofruar nashta diçka pak më tepër, po me mendet e me kur e pash që ka është keq trajtim i fondeve, se vetëm i vrojnë në vath, po fondet merren për kastrim sterilizim, figuron numri i sajna në vesh që është kastru sterilizu, e njëjta shumohet çdo 6 muaj. Atëherë fajin qytetarët janë të hedhë mbi qen edhe tu i keq trajtu, tu i shkallmu, ndërkohë që përgjithësinë çaj shkallmim, se tash mos i vesh e folëm këtë punë, çaj shkallmim vjen edhe te domethënë incident prej qenve të njerëzimi. S'ka kafsh që është. Domethënë, nëse nuk u keq trajtu që vjen me të sulmu. Momentin që ai ty ka me të revanshu, dikush i ka bu keq ati, pse ti ki qenë pre e saj, po ta garantoj me kry që edhe që ata e ditë nashta kanë me shati, kanë me thënë o ti se ki përvu, jo ti kështu në ro, le të fol kush ka dhënë, kjo mendimi jam. Mundet me dalë në rrugë, mundesh me ja bo qëp, ai bomba ki veç ka qeni traumatizun. Shë për ti? Kjo fjalla qëp të na që jo qantë e rrugës të kicin. Po, mirë, pse të kicin qantë në rrugës? Ta merr mendje që dikush nuk i ka gjujt atë në? Kjo është një revolt, si nëse ti ngacmon dikon një person e shon, ai ta rras boks. Ama nashta të bën edhe diçka më shumë, po s'ki ti, domethënë ti nashta tutësh s'kish ka i bën në atë moment. A pse nuk flasin a? A pse se kanë kërkona? Kjo është njëjtë si milioni fëmijë në rrugë. Të unë që s'ka buk me ongër. Domethënë shka fillon ai fillon me vjedh. Kur fillon me vjedh, mas një kohë ja nis edhe bot bova ki jegër. Domethënë se këshirmi u shy veten. Njëjtë janë edhe këta. Do më shumë kish qenë mirë me pas kujdes, për shembull, minimum, merre veç atë bukën në shtëpi që e kishe, po ta garantoj me kry gjujmë gjella këtë kohën e buk, po toksike, qiti be pjatat plastikës nuk kushton kur gjo. Të garantoj që gjatë dimrit nuk ka me pas ndodhi. Edhe pse s'kisha pas shef me pas qenë rrugëve kur. Jo për sigurit njerëzimit, për sigurit qenve. Po më vjen shumë keq më thon, po kjo është realiteti. Seriozisht e kam. Më thon, kisha pas dëshirë asnjë qen mos më qenë në rrugë. Me qenë me një, shelter, kishim bërë përshina shelter, jam hirë asisht e kom këshyr, më pëlqej, se shumë për kujdeshëm për ta, edhe kish vendin e mirë, nuk kom shku me pa, du me shku me i këshyr. Se shpesh ka ndodh që ka në aksident, i shkojnë mi trajtu, po nuk kanë mundësi mi kry pagesën total. Nuk po du me thonë, po shpesh participoj. Nis na pjesë, nëse i kam 100 euro në llogari, po të kallzoj drejtën. Pse ha, edhe shpesh ju thon fëmijëve nan, pse hajmë një javë ditë. Makarona nuk ka dert. Besom, me vjetë kom bo. E kom bo me vjetë, po. Sa gjest i mirë, sa gjest nëse pi hajsha një javë ditë makaronat me parmezan, pi ha një javë pa. Bot kja meti? Vjen fillimi muaj, del roga tjetër, veç me muj një e din që në shpirt të je përmbushën se e ke ndihmuar një qenie në nevojë. Për mua është gjë e madhe bukura që e bën jetë. Por shpirtin tam nuk e bëj për me tregua diçka, jo. Sa qenin, sa amacën gjatë ditës, mire me ta, janë shumë e fol, po e bëj ato pse unë e ndina mirë. Zana, sa mirë është me edukua dhe me i rrit fëmijët në një ambient tillë ku ekziston pozitiviteti, kujdesi, ja jap përgjegjësinë qysh nga mosha fillestare për mu kujdes për tjetrën. Qof një qen, një mace, qysh e cek edhe një zog. Atëherë, çka kish qenë mesazhi juaj, cili kish qenë mesazhi juaj për prind në vendin ton, cilët nuk është se kanë shumë empati ndaj. Por çajo kish të thonë se krejt kjo fillon te prindi. Më thonë, prindi ai që ka më mundsu fëmijët të murrit me një kafshë në shtëpi, edhe prindi ai që e lën fëmijën pa më të mirë në botë. Është se kjo nuk do të thonë që kafsh me lujt, se kafsh nuk janë me lujt, nuk ka loj. Nuk ka ploshi. Më thonë këto e merr me don dashni, por pos dashnis me don përgjithësi se rritja një qenit apo jetesa me një qen ose me një mac është sidomos të fëmijët e mëson një farë mënyrën konceptin e menaxhimit të jetës. E të përgjithësive ndaj
jetës edhe ndaj personave që kam i rrethu jeta me ta. Se fëmijët e mi, domethënë çohen mëngjes, rutinën njëjtë qysh e bojnë vetët, ja bojnë edhe kafshëve që kemi shpe. Ajo e pjek, domethënë e ndërton e rrit që ai në të ardhmen me pas përgjegjësi ndaj senave që i ka për rreth ose ndaj jetës vet. Qëto janë senet më të mëdha që këta ti ofrojnë, për post që dashnia është diçka e pakufishme. Problemi më i madh është që prindi mendon që e merr si qenin si moshën për fëmijë, po në fund prindi përfundon të e dasht më shumë. Si po, ka qenë njëjtë edhe për mua, u kon kur vendos me marr dushin, u kon shkaku i fëmijëve, se e kanë dasht, edhe mu ka duk shumë vetja egoiste nëse unë nuk ju mësoj fëmijëve të mi. Një dashni tjetër. Marr parasysh pse unë jam kon, po thamë jam tut shumë. Edhe frika ime ka qenë që mos mi kthy ku e kam marr, me lut me ndjenjat qenit në atë rast. Po me mujt unë më adaptu, edhe kom kalu një periudhë shumë të vështirë, po e kom kalu, edhe nuk e di a ka diçka që më bën mua më të lumtun, edhe që më thon proud që thonë. Që e kom kalu fazën që e kom pas më të vështirë në jetë, se mi kalu një fazë që kam qenë unë ndaj kafshëve, më thonë qasi frikë, qasi fobie, po. Me ardhë që tash unë mos më mujt një moment me najt pa ta, kjo për mua ka qenë arritja më e madhe. Kisha pas qef gradualisht, edhe nana tjera, unë e motrin e kam person, ajo i dën kafsh, po nuk dën mi pas në shpe. Edhe luftën më të madhe me kena, po. Ama jo, ato nuk mundesh mi zbut, unë jam zbut, se unë e kom dash mi zbut vetën, ajo është asaj tipi që jo, nuk du më marr, jo kimet, jo ajo, kjo, më thonë, tash unë s'më mi andru as bot kuptimin, po, ndaj kafshëve asaj, po, kisha pas qef, se shpesh kur të thojmë, ajo jeton në Belgjik, i marr me veti, kur të isha aty, don mi prek, po një mënyrë vjen edhe një natë. Adi nuk dën, që me thonë, s'dën mja thëj vetit, po. E kënej këtë kone më vetë, ku ka ajti ta preki ju afroma, jo, basë jo, thët mirat. E kur pa të ndru du që jetë, unë e kesh mërzit shumë. Në ka qenë një fazë, mu mi krasu nështë me dhim të prindve të mi, ajo është vish kush ka, edhe e përjeton atë ndjenjë. Ma thike që, unë për që ata të kom thonë, ty nuk bën se lidhesh, po nuk ka shtat, nuk dush minal vetën, me bo mjanisti nuk bën se lidhesh. Se, du me thonë, 7 vjet, 8 vjet duqit me ne që në ka dhonë, ajo dhimbët e jemi ka me tonë herët, po jetën që kom përjetuar me ta, nuk harrohet edhe nuk zavendësohet. Edhe jetën që ma merr me ne kom jap atij, kjo është edhe më e madhe, se na dim që çdo çdo mace që e kena neve kam na bot lumtun. Ama jo krejt macet e çant e kanë jetën e lumtun që aty ku jetojnë. Po. Apo më kupton, e unë jam tash domethënë e kombin veten një varëndyrë që okay, pajtohu, jeta është kjo, po çato vjet që ka qenë me mua, unë ja kam dhënë maksimumin, që dikush, një prind kish mujt një kafshës apo qenit apo një shpirtit më ja jap, kështu që çajo pak më lehtëson. Kështu që nana baba më thonë, baba zakonisht i dojnë, po nuk kanë, që më thonë, nuk kanë edhe pushtet për me ndryshu që atë mendim. Po, kështu që nona, ju lutëm vish pak ma të buta. E di që nuk është letë, sasune nuk e kam letë, qona çdo natë, jo, çdo mëngjes qona në orë 6, po mbina me ta, i qes ju shekret. Rutinë e lezetshme. Për mua është më e mira. Do të thonë gjumi me mu prish prej këtyne është kënaqësia më e madhe. Është aktivitet që të mban në formë ty si person. Është pozitivitet që të japin energji të mirë që të lirojnë, domethënë krejt problemet kur ti ishe edhe i lidh ata, rrin me ta, është terapi. Më prahen ku të vjen u kry. Domethënë gjitha e nervoz. Kështu që nana duhet me zbut zemrën. Një zbut zemrën, ndashit një zbut nervat. Për ndryshe keni me loni pjesë tjetës më të mirë pa përjetu. Fix. Yes. Atëherë Zona, për fund, a mundesh më na tregu një histori të lezetshme që ti e ke përjetu gjatë viteve me duqen ose me pandën edhe muffin? Ti zgjedhe një pjesë, e di që çdo histori, çdo etapë e jetës tyne me ne është shumë e veçantë, përderisa këta e kanë një jetë shkurt me ne edhe kjo na bën emocional në një pikë, po të paktën mendo një pjesë ku ti kishe mujtë po më me veçu një pjesë ku ti kishe mujtë me nda me dëgjuesit dhe shikuesit tonë. Po, historitë lezetshme, si çështja cek edhe vet, është
gati këtë koha, çdo moment. Me duqin ka qenë historia më e lezetshme, ka qenë ajo kur e morëm, edhe i kisha mësu dokumenta që duqin mes mu afru, derisa unë jam okay për me fillu mi prek. Se ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Thonë tash, kisha në dhomë, duqi merke me përqaf se e shike që unë e diçka, o ka ndodhë diçka me mu që unë nuk jam ka muj mi prek ato. Edhe vike me më këcun, e këthesha shpinën e nalke. Edhe mas një kohë e mësoj rutinë që mama nuk po bëj ke më prek, mama vesh pas ka me më ushqy, pjesën tjetër e puth. Edhe një ditë qora në mëngjes, flejsha me dorza, kur ta kisha duqin prezent, unë e kom bajt 2 muj ditë dorza, kom bajt ka 2-3 parë, mos të në pijame, po helon ka diçka, se nuk e mu isha mi perceptu ose mi pranu që ai ka marrë natën me më prek edhe që ashtu e pa ta gjithë vetit një farloj terapi. Edhe një ditë ju më qyë dhe këmë ka dale. Ja pa ta mësu rebet, edhe o konë të najtë, i shtrinë si të flet, i më shku e kom hek dorzat, e kom fillu mi puth. E kom puth, e ka këthy kryt, më ka këshyr, ka vazhdu me flet, shumë më vlepit, e pa besushme, nuk më i kemi marrë me man, o si, adin si nëson, vesh nuk di ke me fol, më thonë, a jam të e përjetu, tamon, a jeti, e puth, e lepi, e më këcen kry, e janisa masi unë në moment prap me ik, tash nuk e dike, du më thonë, bona kom fosë të dike, a jam ka du, as jam ka du, desha më qërësu e kom po, ajo konë momenti ma i lezeshme jam, kër e kom po ftyrën që e ka vret që nuk janë as qikat, apo dikush tjetër, djallin shpi, po është mama ko ka të më puth, edhe ka u konë një farë mënyrë, nuk e di, shumë u konë i emocionun, mande u ardhën mu ka shtrinë në trup edhe nuk mu ka qu. Domethënë prej atij momenti, ka qenë dita e me parë që ne e kom kap, e kom puth pa dorza, pa kur gjo, pas kontakt fizik direkt. Edhe çat moment mu ma ka relaksu shpirtin shumë. Unë hala nuk mu mi besu. Domethënë që ajo kon kur ma ka qit krytën prehen, ndjenja më e mirë në botë. E prej asaj natën e kom vazhdu me flajt me duqin për 6 vjet. Sa të pa djallëzum janë. Shumë. E te panda mafinin, kur pandën e mafinin masi ka vdek duqi, e kom pas një periudhë, 2-3 muj kanë qenë shumë të këqe, ma bëjshin mere, a dënë me marë qanë, dikush të kejo më së merë, po e pashin nuk më muj. Gjithë zot faleminderit, fëmijët mirë, krejt mirë, po zvrastin e ti nuk ka mujt kërkush me mbyll. Po. Edhe rastësisht një shoqe më tha, është Bullgarise, jetoj një kohë gjatë atje, vi shkoja, që me thonë, jam gjys, po pjesën e madhe të kohës e kam andej, tha, është një vend, tha që ata i bojnë brit puni, nuk dësha me ble. Shkova në shelter, halakata, nuk ka, ama nuk mu isha mu bin me marë rast tjetër, se mu doke që kur ta marrë një po, ka me ma mush duqin, po. Ajo shumë nuk e di, është, okej, si çdo tjetër në jetë që ta dham zemrën, edhe shkova unë për konsultona me ta, domethënë smujta me gjetë me adaptu diçka. Shkova thashtë isha, tha po, i kom, tha, vërtet ma qenë një foto, tha i kina 3, janë 2 vajza dhe një djalë për njëtës në anë, vajzën nuk ta jap, tha zgedhen jonin për këtëne. Në këshyrat, fshi fotografin, shka bo, thash, nuk më i me zgedh. Shmune, si me shku një ti morë, i kish i shenë fëmijët edhe këtu, pjaja pjetën ma të mirë njonit edhe tjetë. Thash, i shpilu. Edhe, thot Edi, si me atë dytë, tash unë e prit që ato, thot i, fundit i këshyr vetë, na, neve kur gjës napë. Edhe më shku, i kom marrë të dytë, s'ku mujtë mi nda, edhe momentin që i kom marrë makinë, mu këthy për Kosovë, ma fini kon shumë i vogël, ka fillu më ka hip qëtë në trup, edhe kom vozit 8 orën e ma fini në gjëks. Këto e në momentet ma të lezeqme që i veçoj, se tash këta qohën e binë, do më thonë të donë dishka interesant, po këto e në momentet ma të lezeqme të mijat, që se një farë mënyrë unë e pandës e kësha vënu synin kër e pash, kër më tha kanë me medvish këtu, thash ja nuk du propi marrë dytë, e ky mande mu do këthuti si falendërim, më hinin trup edhe më rike edhe vesh flajke këtë kohën. Edhe që kjo ka qenë po pjesa ma e bukra me këta, me shpresë që kanë me pas jetë gjatë. Edhe na shpresojmë edhe kanë me më falë momente edhe ma të bukra. Zona, faleminderit.
Këta të falin ty momente të bukura, ti na falin neve minuta shumë të bukur, me pozitivitet, me këshilla, dhe shpresoj që edhe në të ardhmen kemi me qenë bashkë në një emision të radhës, kur Muffin edhe Panda, Edhe për Smoky, edhe për Macën. po, edhe mundemi, po. Ma e pavarën edhe te Macat ka. Atëherë kemi hapësirë që Patjetër. edhe në një epizod radhës me diskutu për Macuke. Pas Faleminderit. shef me të falenderu ty e dashun se unë kom dëgju për hotele këtu, si më shku mi pa, se s'm ka ra. Një për mënyrë nuk kom dasht mu kom pjesë të tëne, masi veç për u thoj me këta. Mora veshe edhe për hotelin, u doke se është shumë problem për mu me shku mi qume një hotel, ku ti, falë se e librita mikrofonin, këta s'muj me flejt, dhe më thonë me një vend ku është si kafaz. Jo. Edhe kur i pash fotografitë e juën që aty unë të hallakat se dishim i bo një udhëtim, kur e pash ambientin, zemra kisha pas shef mos më ndru. Kemi me mbet. Për hir tonin, që edhe për hir, për shembull në rastin tam që nuk po muj me bo ball, po njëjtën kohë nuk po muj edhe ju kum lënë 2-3 udhëtime të gjata pa i bo, s'po doj me shku krejt familja, po nuk muj milion. A diçish unë jam shumë sigurt, jo shumë sigurt se hala si kom pro, po unë iva shpirtin i shmirë, kur e pash që këta në free, që thojnë të lirë. Edhe kur këta në vendin kur flejnë, e ka njëjtë, mos tom ke krevat si tone, po ke vend i shlirë. Jo ka fazë. Jo, që ajo pakës këshut psiqikisht në qëtësoj, se shumë po është problem. Kisha pas shef me që adin zgjidhje për të gjithë prind, që i katër putroshave, me pas dishka që kur ta boj një udhim, jo më shku me një udhim, mos me ditë më knash. Po milion, adin si beben kur ta lën të gjysh, janë fëmijë për shembull, a di që e lën me dikon tonë që në është lirë, edhe kënaqesh ashtu edhe për këta. Se shumë problem, po. Nuk ndihet mirë në Jo. mos prezencë tyre. Jo. Faleminderit Zana Faleminderit shumë. shumë. Faleminderit për pafshi. emisionin, më ki gëzu shumë. Nuk e kom ditë se sa herë dhe unë partje kam ardhur në Prishtinë, rastisht u pam edhe që sa mirë bo shpejt. Edhe ta kom nda kohën ty që as në kos kom pas. Gjatë që e vlerësojmë temën. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirupafshim.